Horoskopi ditor e diel, 25 janar 2026. Dashi. Sot shënon një moment transformues. Pasi hëna rreshtohet në harmoni me Marsin e zjarrt. Energjitë janë dinamike, duke ushqyer ambicjet tuaja. Kjo është një ditë e shkëlqyer për të nisur projekte të reja ose për të sjellë në veprim ide inovative. Në punë, prisni njohje për aftësitë tuaja udhëheqëse. Në çështjet e zemrës, shprehni me guxim ndjenjat tuaja. Cenueshmëria mund të thellojë lidhjet. Megjithatë, jini të kujdesshëm, pasi ndikimi i Mërkurit mund të turbullojë komunikimin. Kontrolloni 2 herë emailet dhe sqaroni mesazhet për të shmangur keqkuptimet. Financiarisht, këshillohet maturi, rezistoni ndaj blerjeve impulsive. Fizikisht, kanalizoni energjinë e tepërt në detyra produktive ose ushtrime. Meditimi mund të jetë një balsam për nervat e mbingarkuara. Miqt mund të paraqesin mundësi të papritura. Koha e mbrëmjes së kaluar në reflektim do të riorganizojë objektivat tuaja. Ndërveprimi me një luan ose shigjetar mund të ndriçojë perspektiva të reja. Përqafoni spontanitetin në planet e udhëtimit, duke zhbllokuar aventura të papritura. Demi. 25 janari 2026, ju fton të përqendroheni në stabilitetin personal, ndërsa Venusi hedh dritë mbi marrëdhëniet dhe çështjet financiare. Ata që janë në partneritete të përkushtuara mund të përjetojnë një ndjenjë të ri për të rirë dashurie dhe intimiteti. Demi beqar mund të gjejnë takime të rastësishme që çojnë në lidhje të qëndrueshme. Ndjekjet profesionale kërkojnë durim. Natyra juaj e palëkundur do t'i bëjë përshtypje e prorëve. Idetë inovative mund të kërkojnë kohë. Këmbëngulja do të sjellë shpërblime. Shmangni vendimet e nxituara financiare. Vlerësoni përfitimet afatgjata. Shëndeti rifiton ekuilibrin, rutinat e kujdesit rrisin vitalitetin. Bisedat sot mund të kenë implikime më të thella se sa në shikim të parë. Besojini njohurive intuitive që merrni gjatë momenteve introspektive. Projektet krijuese lulëzojnë, shprehni anën tuaj artistike pa pengesa. Daljet shoqërore mund të nxisin gëzim, por ruani kufit për të siguruar që të mos e teproni. Koha me virgjëreshën ose britsjapin mund të frymëzojë diskutime të bazuara. Përfundoni ditën duke u kënaqur me rehatit që ju kënaqin shisat tuaja. Besueshmëria juaj do të jetë aseti juaj më i madh. Binja. Shtrirjet kozmike të sotme sjellin qartësi në mendjen tuaj gjithmonë pyetëse. Mërkuri ju bekon me aftësi të përmirësuara komunikimi, duke e bërë atë një ditë të shkëlqyer për negociata ose për trajtimin e temave komplekse. Megjithatë, keni kujdes, Venusi paralajmëron kundër keqinterpretimeve në çështjet romantike. Sigurimi i qartësisë do të parandalojë mosmarrveshjet e panevojshme. Profesionalisht, inovoni me kujdes, balanconi kreativitetin me pragmatizmin. Ndërveprimet shoqërore ofrojnë njohuri të papritura. Lëreni intuitën t'ju udhëheqë në vendimet financiare. Mund të lindin mundësi të papritura. Për sa i përket shëndetit, praktikoni moderimin. Mbi stimulimi mund të shterojë rezervat tuaja të energjisë. Hobi krijuese rifreskojnë mendjen tuaj, duke rimbushur entuziazmin. Takimet surprizë me miqt mund të çojnë në diskutime ndriçuese, veçanërisht me ujorin ose peshoren. Gjeni kohë për kuriozitet, duke eksploruar interesa të reja ose duke lexuar atë libër që e keni shtyr. Etja juaj për njohuri mund të hap shtigje të papara më parë. Shfrytëzoni momentet e qeta për të shkruar mendimet tuaja, duke zbuluar dëshirat në ndërgjegjshme. Gaforria. Yjet ju nxisin të kujdeseni për mirëqenien e brendshme dhe projekte shtëpiake sot. Pozicioni i hënës rrit ndjeshmërinë dhe intuitën tuaj, duke ndihmuar në njohuritë personale. Mjediset shtëpiake përfitojnë nga vëmendja juaj. Merrni në konsiderat pastrimin ose ridekorimin për të rritur harmoninë. Në marrëdhënie, përcjellni empati dhe kërkoni biseda të thella. Lidhjet autentike forcojnë lidhjet. Sa i përket karrierës, besoni instinkteve tuaja për vendimet kritike, por keni kujdes të mos shpërndani energji. Aftësitë tuaja edukuese mund të tërheqin të tjerët për mbështetje. Sigurohuni që kufit personal të mbeten të paprekur për të parandaluar lodhjen emocionale. Financiarisht, planet praktike përputhen me sigurinë afatgjatë. Një mendësi optimiste tërheq mundësi të dobishme spontanisht. Shëndeti sugjeron nevojën për ekuilibër në dietë dhe pushim. Integroni rutinat e relaksimit në ditën tuaj. Marrëdhëniet me akrepin ose peshqit mund të ofrojnë këshilla mbështetëse. Temat mistike ose ndjekje shpirtërore ofrojnë ngushëllim dhe mësim. Reflektimet e mbrëmjes mund të zbulojnë të vërtetat e errëta,
duke I lidhur ato me aspiratat e ardhshme. Luani, 25 janari 2026, nxjerr në pa leadershipin dhe karizmën tuaj të natyrshme. Kozmosi energjizon sferën tuaj shoqërore, duke ju ftuar të merrni vëmendjen qendrore në aktivitetet në grup ose role udhëheqëse. Profesionalisht, shfaqja e një vizioni të guximshëm kap admirimin, por sigurohuni që qasjet bashkëpunuese të forcojnë mbështetjen. Marrëdhëniet lulëzojnë në ndikimin e Venusit, një kohë e përkryer për të shprehur dashuri dhe vlerësim. Beqarët mund të tërheqin vëmendjen e dikujt që është intrigues në vende të papritura. Frontet financiare kërkojnë vigjilencë. Shmangni shpenzimet impulsive duke u përqendruar në strategjitë e kursimit. Nga ana shëndetësore, shfrytëzoni vitalitetin e shtuar, por shmangni mbi ngarkesën. Rritja personale përfiton nga eksplorimi I kreativitetit. Hobi të tilla si piktura ose vallëzimi bëhen burim gëzimi. Angazhohuni me perspektiva të ndryshme përmes daljeve shoqërore. Ato nxisin frymëzim. Një bisedë me një dash ose shigjetar mund të ofrojë mundësi emocionuese. Aventura e sotme qëndron në kërkimin e ekuilibrit. Strukturoni energjinë tuaj dinamike me vetanalizë të butë për një rezultat transformues, duke siguruar që qëllimet e ardhshme të përputhen me pasione. Virgjëresha. Sot përqendrohet në mbështetjen e ndjekjeve të brendshme me rezultate praktike. Mërkuri dhe Plutoni rreshtohen për të thelluar aftësitë analitike. Është një ditë e shkëlqyer për detyra të orientuara drejt detajeve ose zgjidhjen e problemeve të vjetra. Kujdesi I menduar mirë në komunikimet tuaja do të nxjisë mirëkuptimin, veçanërisht në mjediset profesionale. Ushqeni shëndetin me rutinat e ekuilibruara, duke theksuar mirëqenjen fizike dhe mendore. Menaxhimi I financave është qelësi, investoni kohë në rishikimin e buxheteve dhe planifikimin e ardhshëm. Dashuria kërkon durim, gjestet delikate flasin shumë. Partneriteti me një dem ose britsjap mund të forcojë planet ose ide, duke nxitur bashkëpunimin. Thirrni shprehjen krijuese. Punimet artizanale ose shkrimi rrisin ndjenjën tuaj të arritjes. Lidhuni me miq të ngushtë për mbështetje të ndërsjellë dhe dialog të sinqert. Momentet e mbrëmjes të dedikuara për vëmendje dhe kujdes për veten rimbushin shpirtin tuaj. Shmangni shpërndarjen e energjive. Fokusi rrit produktivitetin dhe kënaqësinë. Arritjet e vogla ndërtojnë për të krijuar suksese më të mëdha, duke forcuar besimin. Sot inkurajon përparim të qëndrueshëm, duke ushqyer paqen tuaj të brendshme. Peshorja. Më 25 janar 2026, ekuilibri është fjala juaj kyçe. Planeti juaj sundues, Venusi, ndërthuret me Merkurin, duke vënë në qendër të vëmendjes komunikimet dhe shprehjet krijuese. Kjo ditë shkëlqen për bashkëpunime. Formimi I sipërmarrjeve të përbashkëta ose partneriteteve krijuese maksimizon potencialin. Rrjedhëzimi jep perspektiva pozitive. Megjithse qartësia në komunikim siguron që qëllimet të mos keq interpretohen. Financiarisht, merrni në konsiderat rishikimin e buxheteve për të përshtatur me prioritetet e reja. Romanca lulëzon, duke nxitur lidhje më të thella në marrëdhëniet ekzistuese ose takime joshëse për ata që kërkojnë. Aspektet shëndetësore favorizojnë aktivitete relaksuese si yoga ose meditimi, duke rritur ekuilibrin. Ndjekjet artistike ofrojnë gëzim, eksploroni pikturën ose muzikën për të shprehur ndjenjat e brendshme. Miqt ofrojnë ngushëllim dhe të qeshura. Vlerësoni angazhimet spontane, por ruani fleksibilitetin. Ndërveprimet me binjakët ose ujorin mund të sjellin ide freskuese. Reflektimet shpirtërore këtë mbrëmje mund të zbulojnë aspirata të fshehura brenda. Vetëdia ju ankoron në vendimarrje, duke integruar intuitën me logjikën. Mos harroni, harmonia nxit optimizmin dhe rigjallëron aspiratat. Akrepi, përqendrohuni në transformim dhe vetë zbulim sot. Ndërsa Plutoni harmonizohet me hënën, shtresat emocionale ofrojnë depërtim, duke nxitur rritjen. Në punë lindin sfida të reja që kërkojnë mendim strategjik, besoni instinkteve tuaja për zgjidhje inovative. Marrëdhëniet eksplorojnë thellësitë ndërsa Marsi ndes pasionin. Angazhohuni hapur, duke ushqyer respektin dhe mirëkuptimin e ndërsjellë. Akrepët beqar mund të hasin perspektiva magjepsëse. Terrenet financiare sugjerojnë kujdes. Vlerësoni investimet plotësisht. Përqendrohuni në mirëqenie, duke balancuar fokusin intensiv me pushimet rutinë. Ndjekjet artistike pasurojnë shpirtin. Merrni në konsiderat angazhimin në teatr ose shkrimin krijues. Rrethet shoqërore stimulojnë gëzimin, por mbeteni të kujdesshëm me angazhime të zgjatura.
Një takim me një gafore ose peshq mund të ofrojë depërtime intuitive. Përfundoni ditën në reflektim të qetë, duke i parafruar ambiciet tuaja me vlerat tuaja të brendshme. Ekuilibri është qelësi, duke lundruar në përkulmet dhe uljet emocionale me hir, duke forcuar rezistencën. Evolucioni personal ndez një dritë për rrugët e ardhshme, duke përqafuar përparimin transformues. Shigjetari, 25 janari 2026, shpalos mundësi për aventura dhe rritje. Ndikimi i Jupiterit amplifikon entuziazmin dhe optimizmin, perfekt për të eksploruar ndjekje të reja të guximshme ose përpjekje arsimore. Perspektivat e karrierës janë inkurajuese. Merrni iniciativë për projekte inovative. Planet e udhëtimit mund të sjellin pasurim, megjithse sigurohuni që detajet të përputhen me oraret. Marrëdhëniet përfitojnë nga dialogu i sinqert, komunikimi ekspresiv ushen lidhjet. Venusi sugjeron joshje në takime të papritura për beqarët. Financiarisht, dita favorizon investime të zgjuara. Kërkoni fitime afatgjata dhe shmangni impulsivitetin. Energjia fizike është e fuqishme, aktivitetet në natyrë zhbllokojnë rigjallërimin. Ndërmarrjet krijuese si fotografia ose shkrimi ofrojnë kënaqësi. Ndërveprimet shoqërore lulëzojnë, veçanërisht me luanin ose dashin, të cilët sjellin diskutime të gjalla ose vizione bashkëpunuese. Introspeksionet e mbrëmjes mund të përshtasin ëndrat me ambicjet e ardhshme, duke i dhënë energji aspiratave. Besojini procesit dhe qëndroni të adaptueshëm, ndërsa momentet e rastësishme zhbllokojnë potencialin. Besimi dhe kurioziteti endin rrugën tuaj përpara, duke pasuruar sferat personale dhe profesionale. Britsjapi, sot nënvizon disiplinën e kombinuar me ide inovative. Saturni dhuron durim në projekte që kërkojnë përkushtim afatgjat. Profesionalizmi përcakton ndikimin tuaj në vendin e punës. Shfrytëzoni strategji konstruktive me qasje pragmatike. Mund të lindin përgjegjësi të reja, duke përmirësuar trajektoret e karrierës. Planifikimi financiar zbulon përfitime. Eksploroni horizontet e investimeve dhe shpenzimet e kujdesshme. Balancimi i ambicjes me mirëqenien është thelbësor. Integroni rutinat e fitnessit për të stabilizuar energjitë. Marrëdhëniet personale lulëzojnë me ndërveprime autentike. Venusi ndikon në dashuri të buta, shprehni empati me të dashurit. Beqarët mund të përfitojnë nga prezantimet tërheqëse gjatë tubimeve shoqërore. Aktivitetet krijuese ushqejnë ambicjet tuaja. Merrni në konsiderat eksplorimin e skulpturës ose arkitekturës. Lidhjet me virgjëreshën ose demin mund të ofrojnë këshilla të bazuara. Relaksimi në mbrëmje lejon rivlerësimin e qëllimeve, duke sinkronizuar aspiratat me aftësitë. Besoni në progresin e qëndrueshëm për të transformuar sfidat në mundësi, duke nxitur qëndrueshmërinë. Sot inkurajon strukturimin e ëndrave që bashkojnë ambicje me praktikën, duke hartuar rrugën tuaj drejt stabilitetit dhe suksesit. Ujori, kreativiteti dhe inovacioni do të jenë kryefjala e ditës suaj, ndërsa Urani nxit frymëzim. Fillimet e reja shpalosen në projektet personale. Eksploroni qasje të ndryshme që çlirojnë potencialin. Përpjekjet bashkëpunuese janë një shenjë e mirë. Kërkoni ekipe me mendësi inovative. Financiarisht merrni në konsiderat mundësi të reja, megjithse të qëllimshme përpara angazhimeve. Marrëdhëniet mbushin me emocione, surprizat spontane mistifikojnë lidhjet romantike, duke forcuar joshjen e dashurisë. Shëndeti kërkon vëmendje. Balanconi punën me relaksimin për të mbështetur motivimin. Angazhohuni në aktivitete që stimulojnë kuriozitetin intelektual. Bashkëpunimi me binjakët ose peshorën rrit projektet vizionare. Daljet krijuese si arti digjital ose dizajni i softuerve ofrojnë kënaqësi dhe rritje. Në aspektin shoqëror, fuqizoni rrjetin tuaj duke u angazhuar në dialogje që nxisin perspektiva të reja. Introspeksioni sonte kristalizon aspiratat. Përputh vizionet e ardhshme me objektivat aktuale. Fleksibiliteti kanalizon takime të rastësishme duke lidhur ëndrat me realitetin. Energjia e sotme inkurajon shtigje unike, duke zgjeruar sferat dhe duke nxitur lidhje të gjalla. Përqafoni të pazakontat ndërsa e njohura shndërrohet në porta hyrëse. Peshqit, thellësia emocionale formëson udhëtimin tuaj sot. Neptuni rrit intuitën dhe mbretësinë shpirtërore, duke nxitur lidhje empatike. Në punë idet vizionare tërheqin vëmendjen. Artikuloni koncepte qartë për të fituar mbështetje. Marrëdhëniet ushqejnë shpirtin tuaj,
lejoni që sinqeriteti të endë lidhje, duke rritur intimitetin. Beqarët zbulojnë perspektiva premtuese përmes ndërveprimeve spontane. Planifikimi financiar është i mençur, investoni në sipërmarrje që përputhen me vlera. Shëndeti përputhet me introspeksionin, meditimi dhe vëmendja forcojnë paqen e brendshme. Ambiciet krijuese lulëzojnë, eksploroni zhanre si poezia ose filmi. Koha me gaforen ose akrepin mund të provokojë realizime të thella, duke formësuar perspektivat. Angazhimet shoqërore ushqejnë gëzimet, por ruajnë kufit për të ruajtur energjinë. Reflektimi në mbrëmje zbulon rrymat në ndërgjegjeshëm që ju udhëheqin. Besoni në ëndra dhe meditoni mbi mesazhet kozmike. Sot amplifikon vetëdijen, duke u harmonizuar me aspirata më të mëdha. Besoni rrjedhën e intuitës, duke udhëhequr rrugën tuaj drejt përmbushjes emocionale dhe rritjes shpirtërore, duke krijuar një lidhje të dëmshur me universin. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë, për ne është një ndihmë e madhe.